Një ditë pas dhunës së ushtruar ndaj protestuesve në Zvërnec, kryeministri Edi Rama paralajmëroi një dalje publike për projektin që pritet të ndërtohet në këto troje. Në orët e para të mëngjesit të së dielës, policia e shtetit njoftoi arrestimin e Genard Bibës, një prej rojeve private që tërhoqi zvarr protestuesin përballë uniformave blu brenda gardhit të telave me gjëmba të vendosur në zonën e Zvërnecit. Po aq uniformat blu proceduan penalisht edhe 2 roje të tjera private dhe kanë vënë në hetim të gjithë zinxhirin komandues të policisë së Vlorës. Videot kanë ngjallur një reagim të gjerë publik, ndërsa kritik ndaj uniformave blu ishte edhe ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. E përshëndes reagimin e shpejtë të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit për pezullimin e drejtuesve vendor dhe vënien në hetim të zinxhirit të komandimit, sepse nuk ishte e papranueshme vetëm sjellja skandaloze e rojeve private, por edhe indiferenca e pajustifikueshme e policisë së pranishme në vendin e ngjarjes. Mes ditën e së shtunës, një protestë e qytetarëve që kundërshtojnë ndërtimin e një rezorti në Zvërnec përfundoi në përplasje me policë privat që tërhoqën zvarr një protestues. Edhe kompania private që po bën ndërtimet në zonë tha se nuk ka dhënë autorizim për dhunim të qytetarëve, duke ndërprerë menjëherë kontratën me Major Security. Ndërhyrja ndaj një qytetari që ishte në të drejtën e tij të plot për të protestuar jashtë kufirit të pronës dhe tërheqja e tij brenda saj për të ushtruar forcë nuk është vetëm e papranueshme moralisht, por edhe e dënueshme penalisht. Për këtë arsye kemi ndërprerë me efekt të menjëhershëm marrëdhënien kontraktuale me shoqërinë e sigurisë. Ngjarjen që ndodhi një ditë më parë në Zvërnec e kanë dënuar edhe deputetët e tjerë të mazhorancës.